për që e ka shkatru LDK-n prej që e ka marrë, do të thonë edhe e ka pru në këtë gjendje mjerueshme cilën ose LDK-ja është Lumir Abdigjiku. Me atë qasjen e vetë, me atë arrogancën e vetë. Edhe e solli ku e solli LDK-n qësët ku e kemi një parti e cila është bo për gjuna, me thonë dorën zemër. Do me thonë në zgjedhjet e 9 shkurtit, që ishte partia tretë dhe ishte parti humse, edhe sjellja e Abdigjikut ishte si me pas konë fituesi zgjedhjeve, me atë arrogancën e të mërshme të tij, dhe i cili nuk ishte i gatshëm me bë asnjë lloj kompromisim, asnjë farë zgjidhje në asnjë anë. Pa të ftesën prej Albin Kurtit, edhe pse ishte një ftesë kogja e keqe, kogja arrogante. Në hile, thu? Po, ftesa ishte një ftesë për ofenduese, dorën zemër. Po ky s'do ikë as nënën tjetër, as me palën tjetër s'do ikë me bashkëpunu. Thonë edhe që ku e pruni LDK-n, e pruni një situatë në 13%. Po qëndroj një krye me tutje Abdigjiku, pas të shtuar të kryet LDK, si e shini këtë parti? Unë mendoj që LDK-ja bjen, nëse ky vazhdon me met në, edhe pse unë jam i sigurt që elektorati i LDK-s nuk e don Abdigjikun, edhe i ka treguar që se don. Në 2 parë zgjedhje i ka treguar që se don. Edhe nëse vazhdon me nejt aty, mendoj që në zgjedhjet e ardhshme LDK-ja mundet me konte pragu që atë. Jo ma larg. Do të thonë Kurti veç LDK-n është ka e përbin, o ka hanë për ditë.